Vizita në banesa janë bërë pjesë e pandashme e punës së përditshme të bluzave të bardha të shërbimit shëndetësor parësor Gjirokastër. Nga ky shërbim ekstra përfitojnë kryesisht moshat e treta dhe ata pacientë që kanë të pamundur lëvizjen për shkak të gjendjes së tyre shëndetësore. Bëjmë kontrolle 3 herë në javë të pacientëve të cilët nuk kanë as pak mundësi për të ardhur këtu. Dhe kjo për shkak të gjendjes së tyre shëndetësore, si për shembull e një imobiliteti, pra një palëvizshmëri ose një kufizimi në shtrat për shkak të sëmundjeve të ndryshme që e sjellin, ose për shkak të një sëmundje për shembull si verbimi që nuk kanë në gjendje të vinë këtu, ose sëmundje psikiatrike që vërtet nuk munden ose nuk e menaxhojnë dot mirë ardhjen në qendër shëndetësore, ose persona të cilët janë të vetmuar, që nuk kanë persona të cilët mund t'i sjellin ose t'i shoqërojnë. Ne gjithmonë gjendemi pranë, i kemi detektuar si thua këta persona që i kanë këto probleme dhe jemi gjithmonë për krah tyre. Stafi i qendrës shëndetësore Lazarate ka shtrirë këtë shërbim thuajse në të gjithë territorin që ambulon, duke e çuar në 300 numrin e vizitave në banesa gjatë 2024-s. Është pikë kyçe dhe një gjë, si thua, e gjetur, sepse pacientët jo vetëm që trajtohen këtu, kush ka mundësi normalisht vjen këtu, po dhe ne shkojmë aty jo vetëm kur na thret pacienti, por rregullisht tek çdo pacient, çdo grup mosh, minimumi 2 herë në javë, çdo javë, për t'i paraprirë sëmundjeve, për të pyetur në qoftë se janë mirë, në qoftë se kanë simptoma të ndonjë sëmundje, në qoftë se kanë një shqetësim. Jemi aty së bashku me infermierët për të parë gjendjen e tyre. Dhe afërsisht, domethënë për vitin 2024, kemi kryer rreth 300 vizita në shtëpi, që është një shifër shumë e mirë dhe tregon mbarvajtjen e qendrës tonë shëndetësore dhe efikasitetin e këtij shërbimi. Qendra shëndetësore Lazarate ofron shërbim për 3263 banorë të kësaj zone.